Okej, hard. Payday kena mujt me ngu një pjesë edhe në podcast të one kur ka qenë Ago që ata mu kujtu edhe ku ngu shpesh kështu edhe vetë. Në fakt menoj që është konga ma e mire Agos në projektet e fundit ku ka qenë ai përfshim, 2 EP-jat e fundit me Irajon edhe me Arzonin. Nashta tentativa e pare Agos me dal për te skutave të mahallave ku ngohet për i komuniteteve të mbyllëna me PR-in e vetëm që e ka word of mouth. Payday normalisht edhe për shkak se është butan të, po e ka një hype të veçantë për shkak të ritmit edhe energjisë që e ka si kong, po asnjëherë nuk vrejet që po ndryshon qasja sa i përket lafeve, të cilat menoj që ka hapësirë me i zgjeru e me gjetë forma të reja të shtjellimit narracioneve, gjithmonë të qëndru në të njëjtin univers edhe bot kuptim që e ka tash Ago, po folim për Agon. Për një periudhë gjatë Ago ka build në qarqet mbyllëna, menoj që e ka kthy në comfort zone tash edhe nuk po e push edhe nuk po insiston sa duhet me çun nivel manal të artin e tij. Etika e punës është që është të i mungu aktualisht, po menoj mungesa e përgjithësisë prapo është prezente te ai, që 10 herë është domethënë të e paralajmëru albumin, halos dul, menoj që Ago duhet me push ma shumë me u zhvillu në krejt aspektet e mundshme. Qoftë artistikisht, qoftë në organizim, strukturë, thjesht me pas një plan afatgjatë të operimit. Qoftë edhe të mënyra qysh i distribuan, qysh i strukturon kongët, ndoket që e nis një projekt edhe ka gjysa i bëhet bajat, e len qashtu si të papërfundume domethënë, e publikon qashtu se ka problem, vrejet shpesh që është konga e pakryme, i mungon minutazha e duan, ose rreshtin nuk e përfundon qysh dohet, ja nis me mumble. Deri me një pikë kam respekt për nonshalancën e tij, mirë po jo deri aty sa ja nis me qenë eksperiencë jo e mirë për neve si audiencë në raport me artin e tij, me projektet e tij. Në plot raste tjera mas nej materiali ka probleme me mix masterizim. Thjesht menoj që nuk është profesional sa duhet me qenë për me u bo reper top tier. Për ndryshe Payday jam të ngu vazhdimisht, domethënë, hard janë lafet, hard është delivery, hard është instrumentali, hard është vibe që e set up edhe ndjesia që e përçon. Menoj që pika më e fortë e Agos është që ajo ndjesia e coolness që përcjell te dëgjuesi përmes mënyrës çysh interpreton. Një është ma cool se ai tjetri që e ngon një artist tjetër. Edhe menoj që dohet me bo ma shumë me build në qëtë ndjesi edhe në qëtë momentum edhe me shty përpara qëtë farë që me thonë, me maksimizu qëtë disponim, qëtë narracion për me kalu nivele më të nalta, sepse audienca që krijohet në rrethana organike, qishto qysh e ka Ago, dhe me thonë, me word of mouth, me lafet gojës, është me kong pas spot, edhe me kong pas spot, menoj që është qaj lloj audiencës shumë ma besnik, edhe është në gjendje me të push tutje vazhdimisht nëse i qëndron edhe ti besnik, ja kthen me të njëjtën monedhë. Paka shumë qysh e ka situatën edhe buta, domethënë, jo detyrimisht komi pas numrat e dëngjonit ose të noise-it ose mirë po audienca, njerëzit që e ngojnë janë shumë ma pasionant rreth tij, janë shumë ma të zëshëm rreth tij dhe janë gjendje me të krytëzu shumë ma shumë se sa artista tjerë kur e kritikon, domethënë. S'po foli tash se noise për një me edhe ai ka foncat e flakt, mirë po kjo krijohet veç tu pas impakt kulturor njerëz. Me gjana si me thonë kaluse, cilat kur populariteti i kongës është më i madh se sa populariteti i artistit, menoj që është që aty është problemi mas nej se nuk të mon gjatë në curin në vazhdimësi, do me thonë, ty si artist, nëse të ka ecë konga para emrit shumë. Qika që për me njerës ngëm, mos harroni, Delta Group është sponsori jam generali, mundëson që to video në teren edhe video në studio, po ashtu edhe posta easy, posta ma kredibile në Kosovë.